Për shëndetje nga kuzhina e Nirit, sot kam vendosur me juve edhe një video për juve motra që më keni pyet për dietën me vezë, që e kam postu edhe tepër efektive, e kanë provu shumë motra të gjitha faktet që doni mi po me sytë juj, mundeni me i shiku tek faqja ime në Instagram, Kuzhina e Nerit, për juve që nuk me ndjekni edhe shefni vetë sa motra ja ka ni, sa motra ka hub kilograme edhe është shumë efektive. Pyetja aty në motra, tash që kanë hub pesh, edhe e kanë arrit atë peshën që kanë dëshiru, pra i kanë humb kilogramt, e kanë arrit atë peshën që kanë pas qef, që kanë humb kila, edhe më kanë pyet Neri si ta mbojnë amandej atë peshën që mos na kthehen kilogramt e humbur edhe ta mbojnë atë gjithmonë që atë peshë. Unë për vete e kom theksu në shumë video që kom postu, para 3-4 vite e kom qitë edhe një recet për dopsim, ku e kom cek edhe aty edhe në shumë tjera video, si Neri më kanë pyet për unë t'i peshën tonë në shambull. Peshën që ruj unë e kështu, gjithmonë e kom cek edhe prapë sot për ceku për juve që keni humbë peshë dhe doni me mboj qatë peshë, pra gjithmonë mos me shtu kilograma shumë. Unë për vete, mëngjesin nuk e konsumoj asnjë herë. As darkën. Çka konsumojnë mëngjes është një gotë ujit të madhe, për shembull 400 ml ose 2 gota nga 200 ml i pi gjithmonë mëngjes ujë të ngrohtë. Uji i ngrohtë është shumë i mirë për metabolizmin, sidomos për ju që e keni metabolizmin e ngadalshëm edhe nuk ju funksionon mirë për me humbë peshë. Është i mirë uji i ngrohtë, po ashtu edhe për lëkurën, për trupin, për gjithësi. Pi kafe, sot ma dën loqka shpirtit, sepse mi ka ma kafet shumë edhe i pi shumë. Kafen që e përdori është gjithmonë kjo, Nescafe e përdori vetë me ujë të nxehtë, as gjë ma shumë, as sheqer, as qumsht. Pi shumë kafe, me të vërtet pi shumë kafe, sepse më pëlqejnë mi, ka unë atash s'kam qenë bo. Kafja me pi shumë që thuajnë të ne shqiptarësit, dhe mos është e dëmshme. As pak e vërtet. Kafja është për ndryshe shumë e shëndetshme, kur e pin pa sheqer edhe pa qumsht. Kafja e zezë është shumë e mirë për bukurinë e fytyrës, për lëkurën, po ashtu. Pra, mëngjesi keqi kjo. Kafe, ujë të ngrohtë, kur gjë tjetër. Drekën. Bismillah drekën, çka të gatuj që të kuzhinën time. Aqes fli, aqes borek, pite. A përgaditi gjella, a përgaditi torte, krejt që ato që i postoj, krejt që kjo goja e Nerit i hanë. Nuk keni nevoj me urujt as pak, qka doni ju, qka t'ja do të qefi, pra mundeni me hangër në drejk, veç në drejk. Darkën nuk e konsumoj asnjë herë. Pse linë pyetja ta shumë motra, ja, nuk po humbim kilogram. Normal që nuk humbni kilogram, se t'ja grahni darks, fli atje të vlu. Per i mozës, edhe pse ha vetë, s'kam që më thonë, amon, dark asnjë herë, sepse e ki pakur të lodhet njerit ton ditën, edhe të hanë fli shambull për marë, aty mos ki fuqi hiq. Edhe bjen dikur me flajt, aty shkon njeri normal veç të zgjenu, për mashallah. Kështu që veç dreken e konsumoj, nuk zgjedhë qa ka, krejt i ha, nuk ka lidhe pra brumra, ëmbëlsira, krejt, qka të kom qef une. Për atë arsye ru njeri edhe peshën, kjo është si kurse agjerim, njëherë në ditje ha, uj konsumoj shumë, pi pra gjatë ditës, eci shumë, ushtrimet e shtëpia bëj, normal, kur s'kom ko shambull që tash me fëmijë të vogël nuk më shku në fitness, është shtëpia, shqyr, ushtrimet mundëm i bo, edhe në shtëpi pa shku në fitness heq. Kështu pra e runi peshën tuaj ideale, qatë peshë që keni qef pra. Veç deshat ju përgjigjem shumë motrave, edhe pse pra e kom theksu në shumë video, e kom përmen se më kanë bo shumë herë pyetje si e ru Neri peshën e trupit. Kjo pra është e gjitha si e ruj, sepse kur të konsumon ushqim ose hanë veç një herë në ditje, aty automatikisht trupit mësohet pra. Edhe kur të pin kafen pa sheqer, edhe kafja do pësan pashtu, kur të pin kafen pa sheqer, veç e dzejës ashtu me ujë, kur s'ki mo trash masë tët as krejt kilogram që i ki humb as njerës kanë me të këthy. Këto, tashti edhe ku a nëzet, me dal me hec, me dal pak me vrapu, ajo pra normal që shtëruhet pesha. Veç dreken e konsumoni. Kjo ishte e gjitha tek une.
edhe përgjigja ime për juve motra që më keni pyet si ta ruajna tash njeri peshen, mbasi kemi humb atë peshen e tepërt, si ta ruajna këtë peshë tash që kemi pas shef. Kështu pra, veç drekën e konsumoni, kafe, ujë, asgjë më shumë. Në mëngjes edhe në darkë pra. Drekën çka t'ja u don qefi, siç thash e përmenda më parë, mos ta përsëritin 100 herë. Për juve më trushe që keni humb kilogram, edhe që atë peshe keni arrit që keni dëshiru, ju uroj shumë suksese tashti. Për juve që ja keni fillu tashti, ju uroj suksese për humbjet peshës, e kështu pra vazhdoni me mbajt peshen, si që thash në video. Asnjëherë s'kan më kthy ato kilogram të humbura. Faleminderit për përkrahen që ma beni, komendet e bukura e deri në recetën e radhës nga Kuzhina Nerit, ju tha miru pafshim.